Ja në pritje të një shfaqje për ta. Fëmijët duken të qetë në teatrin Dodona para se kukullat të nisin lojën e tyre. Por gjithçka ndryshoi kur para tyre u shfaq kryetari i komunës së Prishtinës. Ata u treguan mjaft të afërt me kryetarin. Pasi përfunduan me fotografitë, filloi shfaqja Doktori of Mëdhemb, që një herët edhe shënon hapjen e festivalit të tretë të teatrove të kukullave. Isa Mustafa, si mysafir kryesor i kësaj ngjarje, premtoi mbështetje për kulturën në kryeqytet. Do të fillojmë të ndërtojmë një teatr të ri, shumë akomod, më të mirë, sepse kemi artistë shkëlqyeshëm, po përpos artistëve kemi fëmijë të mrekullueshëm. Fëmijëve u pëlqeu shumë loja me kukulla. Shfaqja ishte mrekullueshme, që shpresoj që do ta mbajnë mend. Jam mësues shumë që po vetëm me kështu. E drejtori i teatrit Dodona foli për qëllimin e këtij festivali. Kryesori është që fëmijët të shohin, të mësojnë diçka të re, e po ashtu trupat të këmbejnë përvojat edhe të realizojnë bashkëpunimin të ardhmë. Këto gjatë 4 ditëve sa do zgjas kjo ngjarje, do të marrin pjesë trupat mysafire nga Shqipëria, Kroacia, Turqia, Maqedonia, Rusia, Franca dhe Bullgaria.